do jeni në parlament në Po fare, keqardhja madhe shumë. Para nuk ka asnjë lloj keqardhje, sepse kariga e parlamentit nuk është as e Monikës, as e secilit, por është e lëvizshme dhe vazhdon të lëvizi. Të vetme keqardhje që kam është që njerëzit ndihen shumë më të varfër, largohen çdo ditë më shumë më të pakënaqur, por kur vjen puna, ju dalin votat ke kutia me shumicë në favor qeverisë. Pra do të thotë, Ilirmeta, keni ndonjë keqardhje zonja Kremati sepse ai do vijë të qëndrojë në qeli. Keni dhe përgjegjësi për humbjen e zotit Meta për mos arritjen e marrjes së rezultatit pasi bët fushat për të? Nuk shoh ndonjë përgjegjësi të madhe. Nuk kam bërë as kam qenë lider e fushatës ti, kam qenë një nga personat që kërkon të votë për Ilirmetën. Dhe ajo që dua të them një gjë tjetër që s'ka të bëj fare përgjegjësia e votave për atë çfarë ndodh. Unë mendoj që përgjegjësinë më të madhe ne duhet ta kërkojmë ke ata që janë organizatorët e zgjedhjeve, ke qeveria e cila dihet haptas dhe u tashmë keni parë vetë dhe duket prezente se si farsa qoftë votës e migrantëve apo qoftë votës njerëzve. Para ca ditësh pash në një televizion duket tek Syri se si njerëzit protestonin për rrugën, ndërkohë që aty kishin votuar një 80% për Partinë Socialiste dhe dalin tani kërkojnë opozitës që t'ju bëjë rrugën. Kështu që kjo punë është shumë e thjeshtë, ne u mësuam votat. Se si manipulohen dhe se si Do ta vazhdoni aktivitetin tuaj politik, nuk keni asnjë pozicion as në partinë e bashkëshortit tuaj as në parlament. Vetëm me filma. Filmi është një anë e jetës dhe është shumë interesante. Politika nuk bëhet vetëm duke bërë politik, duke folur për politikën, politika bëhet edhe me sjelljen tënde, politika bëhet edhe me veprimet e tua, politika bëhet edhe me analizat, por duhet t'ju them vetëm një gjë që nuk mendoj që situata do jetë më mirë se çka që mendoj që do jetë shumë më keq se çka qenë. Zonja Kremati, cilësoni farsë elektorale edhe ju si Berisha apo keni qëndrim tjetër për zgjedhjen? Shiko, që është farsë elektorale, është farsë elektorale. Që identifikimi i shenjave të gështrimeve qytetarëve në momentin që në qendrën e votimit qytetari vendos të shenjën e gishtit dhe informacioni shkon të zyrës së patronazhimit në Partinë Socialiste që ka ardhur filani, që ndoshta në një këndvështrim ligjor nuk është shkelje ligji, por është përdorimi i aseteve qeveritare në funksion të një partie, sigurisht që ka. Që të shikosh përdorimin e gjithë fondeve buxhetore të shtetit apo të taksa paguesve shqiptare në funksion të favorizimit apo të ndihmimit apo të tjetërsimit të votës apo të vullnetit politik të secilit, sigurisht që edhe kjo është shkelje. Që të shikosh dhe të kesh një proces për hir të vërtetës shumë problematik që zgjat me ditë të tëra, i lodhshëm cvilitës, që jam e bindur që po të rihapen përsëri kutitë e votimit, ju e mbani mend si tha nana ky Edi Rama deputet vet, mos ju merrni ftyrën. Mos ju merrni ftyrën njëri tjetrit ose do t'ju marr ftyrën. Ajo që është e rëndësishme është që gjithë kjo është vërtet një fars. Por megjithatë, unë nuk jam askushi që ta zgjidh këtë fars. Kjo është në dorë të opozitës, në dorë të parlamentit të ardhshëm, në dorë të klasës politike, në dorë edhe të vetë qytetarëve. Unë jam një në 3 milion shqiptarë tashmë. Faleminderit dhe juve.